Pezullimi për testin e gjinis reagon nëna e Najarës, është vajzë mjaft e traumatizuat. Tashmë çështja Najara ka kapërcyer sportin dhe diskutimin mbi një sportiste për të kaluar në një situatë më të gjerë dhe më delikate njerëzore dhe shoqërore. Ajo ndihet e diskriminuar, siç e përmendi në intervistën dhënë në televizion, por gjithsesi e izoluar vetëm në Tiranë dhe thjesht me mbështetjen e psikologes të vendosur nga klubi dhe nga vetë vajzat e ekipit. Edhe pse disa mijë kilometra larg në saj ka kontaktuar për të thënë diçka rreth çështjes, mbi të gjitha për të kërkuar ndihmë për vajzën e saj. Jam nëna e Najarës dhe jam shumë e kënaqur që kam re se po e ndihmoni dhe mbështesni vajzën time. Kjo sepse për fat të keq unë jam shumë larg saj dhe jam mërzitur shumë që ajo po vuan. Do të doja të kishte edhe një avokat që të merrej dhe t'i ngarkonte të gjithë përgjegjësitë atyre që po ja bëjnë këtë gjë dhe po e bëjnë të përjetoj këtë situatë të vështirë, është shprehur Klaudia Goulart, si për të dalë hapur. Kush ka dyshime për gjininë e saj, nëna e Najarës na ka dërguar edhe këto foto për të ilustruar fëmijërinë e një fëmijë vajzë, madje shumë të bukur. Ajo është një vajzë që e do gjithë familja e saj, pasi ajo është rritur vetëm nga unë. Kam qenë nënë dhe baba për të dhe kjo që po ndodh është e pafalshme. Uroj që drejtësia të merret me këtë gjë dhe ajo të kompensohet për të gjithë dëmin moral që po i shkaktohet dhe të ndëshkojnë të gjithë njerëzit e këqinj që janë vënë kundër, duke e kërkuar edhe një herë mirëkuptimin dhe sensibilizimin ndaj një vajze të huaj, disa mijëra kilometra larg shtëpisë vetme dhe përballë një furtune mediatike dhe publike që u gjend pa dëshirën e saj, nëna e Najarës ndan edhe një intimitet familjar njerëzor të dhimbshëm. Ajo padyshim që është femër dhe më vjen keq për çka po ndodh, që e vogël është rritur me trauma, duke parë babain e saj se si më dhunonte kur isha ende e martuar, thot ajo.